Policia e Durrësit ka zhvilluar operacionin Shije Hidhur, ku zbuloi bazën që prodhonte drogë sintetike për adoleshentët. Përgjatë këtij operacioni është goditur rrjeti i cili prodhonte dhe shpërndante drogë në formë karamelesh pranë shkollave. Në pranga janë vënë 2 vëllezër, si dhe shpallur në kërkim bashkëpunëtori i tyre. Sipas njoftimit të uniformëve blu, të dyshuarat kishin krijuar kushte për të përgatitur drogën në formë karamele gjelatinoze, secili kishte rolin në përgatitjen, transportimin dhe në shpërndarjen e saj pranë shkollave. Gjatë kontrollit në banesat e të dyshuarve, policia gjeti të një prej tyre 50 pako me këtë lëndë narkotike në formë karamelie me peshë rreth 650 gram. Sa kaq, në banesat e tyre në Tiranë, u gjendën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, gelatin në formë karamelie, lëndë narkotike kanabis, 550 gram material sintetik i gatshëm për prodhim në karameleve me lëndë narkotike, një peshore elektronike, kallape plastike si ato që përdoreshin për dhënien e formës karameleve dhe përbërës të ndryshëm që shërbenin në prodhimin e karameleve me lëndë narkotike sintetike. Policia në njoftimin e saj bëri me dije se në përmbushje të një prej prioriteteve kryesore, atë të sigurisë së jetës dhe shëndetit të nxënësve në shkolla, duke parandaluar dhe goditur fenomenet negative me fokus lëndë narkotike, bazuar dhe informacione siguruara në rrugë operative, nga ana e seksionit për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me seksionin për mbështetjen operacionale të hetimit, pranë drejtërisë vendore të policisë Durrësit, u bë i mundur finalizimi i këtij operacioni policor i koduar Shije Hidhur. Gjatë operacionit është zbuluar baza për punimin e drogave, si dhe është godit grupi që prodhonte dhe shpërndante drogën sintetike. Në vijim të operacionit janë arrestuar në flagrancë 2 vëllezër, konkretisht shtetasit menciale LL 20 vjeç dhe RL 25 vjeç, të dy të lindur në Kavaj dhe banues në Tiranë. Si dhe u bë shpallje në kërkim e shtetasit menciale XL 20 vjeç, banues në Tiranë, ku vjen dhe puna intensive për kapjen e tij. Materialet hetimore procedurale do të referohen pranë prokurorisë, pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm në Durrës, për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve në bashkëpunim.